Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Baçja Magjike. Shumë njerëz mendojnë se me ardhjen e gushtit, puna në kopësht mbaron. Por, në fakt gushti është një muaj shumë i rëndësishëm për të përgatitur prodhimet e vjeshtës. Pas korrjes së perimeve të verës, shumë hapësira në kopësht mund të shfrytëzohen për kultura të reja. Sot do t'ju tregoj 5 bimë që mund t'i mbillni në gusht dhe që do t'ju shpërblejnë me prodhim të freskët në muajt e ardhshëm. Sallata. Sallata është një nga perimet më të përshtatshme për mbjelljet e fundit të verës. Ajo preferon temperatura më të buta dhe zhvillohet shumë mirë kur freskohet koha. Për një sallatë të mirë, toka duhet të jetë e pasur me lëndë organike dhe të mbahet me lagështi të vazhdueshme, sidomos në ditët e nxehta të gushtit. Sallata është shumë e pasur me ujë, fibra, vitamina dhe minerale. Është një ushqim i lehtë, i freskët dhe përdoret shumë në sallata të ndryshme duke u kombinuar me perime të tjera të kopshtit. Rukola. Rukola është një nga bimët që rritet shpejt dhe është ideale për ata që duan të korrin gjethet të freskëta brenda një kohe të shkurtër. Ajo ka një shije karakteristike pak pikante dhe një aromë të veçantë. Mund të përdoret në sallata, në sanduiçe, me makarona ose si shoqëruese e shumë gatimeve. Rukola përmban vitamina, minerale dhe antioksidant. Gjethet e saj janë të pasura me përbërës ushqyes dhe për këtë arsye është një bimë shumë e vlefshme për ta pasur në kopësht. Një këshill, nëse e korrni duke marrë vetëm gjethet e jashtme, bima vazhdon të prodhojë përsëri. Karrota. Gushti është një periudhë e mirë për të mbjellë edhe karrotën, sidomos për prodhimin e vjeshtës. Karrota ka nevojë për tokë të punuar mirë dhe të imët, sepse rrënja e saj zhvillohet nën tokë. Sa më e lirshme të jetë toka, aq më mirë formohet karrota. Karrota është e njohur për përmbajtjen e beta-karotenit, i cili në organizëm shndërrohet në vitamin A. Ajo përdoret në sallata, supa dhe shumë gatime të tjera. Është një perime që mund të ruhet për një kohë të gjatë dhe është shumë praktike për kopshtin familjar. Spinaqi. Spinaqi është një tjetër zgjedhje shumë e mirë për mbjelljet e gushtit. Ai nuk e pëlqen vapën e madhe, prandaj mbjellja në fund të verës i jep mundësi të zhvillohet gjatë ditëve më të freskëta. Spinaqi është i pasur me fibra, vitamina dhe minerale. Përdoret në shumë receta tradicionale dhe është një nga perimet me gjethe më të vlerësuara në kuzhinë. Për një prodhim të mirë, ujitja pas mbirjes është shumë e rëndësishme dhe toka nuk duhet të lihet të thahet. Rrepat. Rrepat janë ndërkulturat që rriten shpejt dhe mund të mbillen në hapësirat bosh të kopshtit. Ato zhvillohen mirë në tokë të butë dhe të pasur, edhe gjethet e tyre mund të përdoren në disa gatime, jo vetëm rrënja. Rrepat përmbajnë fibra dhe lëndë ushqyese të ndryshme, kanë shije karakteristike dhe janë shumë të mira të freskëta ose të përgatitura në mënyra të ndryshme. Disa këshilla për të gjitha këto mbjellje. Përgatiteni mirë tokën para mbjelljes, përdorni kompost ose ple organik të pjekur, mbajni tokën të lagësht pas mbjelljes. Në ditët shumë të nxehta, mbillni në mbrëmje që farat të kenë kushte më të mira. Mos e lini tokën bosh pas perimeve të verës. Edhe në gusht, Baçja vazhdon të na jap mundësi për prodhime të reja dhe të freskëta. Më shkruani në komente cilën nga këto 5 bimë do të mbillni në baçën tuaj. Faleminderit që më ndiqni në Baçja Magjike. Ju uroj punë të mbarë në kopësht dhe prodhime sa më të shëndetshme. Mos harroni të shtypni butonin zile për të mos humbur videot e radhës.